Një monitorim I fundit nga Qendra për Zhvillimin dhe Integrimin Evropian mbi procesin e promovimit të gjyqtarëve në jurisdiksionin e apelit tregon se gjatë viteve 2023-2025 janë shpallur 27 pozicione të lira me 92 aplikime në total. Konkurenca më e lartë është regjistruar në fushën civile, ndërsa më e ulët në ata administrative. Monitorimi ynë ka qenë I fokusuar në këtë detyrë të Këshillit Gjyqësor për promovimin të gjyqtarëve në karrierë, për sa I përket ngritjes në detyrë në nivel apeli në të gjithë jurisdiksionet. Gjatë periudhës monitorimit nuk ka pasur një promovim të gjyqtarëve në apelin e GJKK-s, por vetëm në për sa I përket apelit administrativ dhe jurisdiksionit të përgjithshëm. Raporti vëren zbatimin e procedurave ligjore nga Këshilli I Lartë Gjyqësor, por evidenton edhe nevojën për rritje të transparencës në lidhje me identifikimin e magjistratëve që konkurrojnë. Anonimizimi I këtyre vendimeve, por edhe I procesverbaleve të mbledhjeve të kolegjës bën të pamundur identifikimin e magjistratëve, cili magjistrat po është duke u shqyrtuar, duke u vlerësuar nga Këshilli dhe cili magjistrat është duke u promovuar pasi ka marrë një vlerësim etik profesional shkëlqyer. Pas rezultatit, rekomandohet rritja e transparencës për publikun, krijimi I një regjistri me CV të kandidatëve dhe forcimi I mekanizmave mbështetës për përparim të vlerësimit profesional për të garantuar një sistem drejtësie më të besueshëm dhe meritokratik.